Po, ladies first. Vazhdo. Ladies first do të fillosh ti. Ja, po të respektoj ty. Përballë me ladies first do të fillosh ti. Respektoj ty. Përballë me ladies first do të fillosh ti. Që vazhdo. Këtë s'mundesh me e ba. Se kjo ishte ofendim maksimum. Pra, ladies first pa ndeshje me respekton, po do të diçka tillë ty ti kishe bën namin dhe pranej. Ladies first përpara me do të gabosh dhe ti gabove tani. Unë nuk jam lady, unë jam burrë dhe burrë malësie. Tash përpara me, ladies first nuk funksionon si fjali. Imagjino se ç'a thot. Unë ja shpjegoj aty që unë maj provokimet më të mëdha, flas fjalë kot, vetëm për me kap reagime që i kapton një ka një, edhe ja shpjegoj BREN. Fevrim. Ose lin Fevrim. Ja, shife. E shiko si do me rrejt një publik të... Nuk mund të avesh brim, se nuk di të artikulohesh. Brim do me thënë shlin. Ta kam thënë tash 2 muaj qysh se ka marrë. Dëgjoj, ti pa ftyrje ose linë ke gjatin brim. Një provokim që s'ka lidhje kuptim fare ajo fjalë. Dhe ky jam unë, që të bëj ty me reagu duke ti tregu veten si viktimë. Për kuna, se vetëm kalova të dëgjova. Kjo pjesa e celulitit, në fakt me thënë vërtetën, unë e shoh një fije shumë qesharake. Pse? Se unë fakt jam rrit me Top Channelin edhe është një emision që quhet Trotuar këtu, e vjen mjeshtri që është për celulite, e në fakt e promovon që vajzat për me majt veten, me majt veten mirë, kur ka pas me celulitin. Në qoftë se kjo e transmeton për vajzat, unë e kam me ty. A e diti që gruaja pa celulit është si qelli pa yje? Nuk e di çfarë do të thënë kjo filozofike, po ma shpjego. Ja pra, ka qelli pa yje është kot fare, edhe gruaja pa celulit. Pra do të thënë Juela është kot fare se nuk ka celulit. Edhe gruaja pa celulit është qelli pa yje. Ke celuliti? Juela. E para një herë nuk e kuptoj ku e gjen gjithë këtë energji për të marrë dhe për të marrë me pikat më të dobta dhe më vulnerabile ndaj grave të ndaj vajzave që janë. Po më është i diçka që unë e kam armikën lojë. Dhe unë do të provokoj maksimum që kjo nxjerrë më të keqen. Ka që urrejtje ke të gruan dhe për vajzën. Që më ka malku djalin, fjallën bë që s'mund t'a them, në përmërësisht se në Dioni e pranon, përselin që më ka shafen dhe më ka shajt një kryq, përselin që më ka shajt racen mënësore, kur sa të më gjallë. Tani më dëgjoj se kam. Viktimizim i rënë. Si fillim, malësorët nuk janë. Kjo ka celulit. Si fillim, Roger, malësorët nuk janë racë. Dhe së dyti... Ku malësorët janë racë? Nuk janë racë. Po që janë malësorët? Nuk janë pra. O zotni, janë racë, o është një racë. Jo i dashur. Raca është për qenin, për lopër. Nuk është për vetën ta, së ndje kesh për vetën ta, Nësta kena fjallor tjetër ti Maledion, nuk e di. Jo, ti ke fjallor tjetër që brim dhe vrim e qojnë njësojnë. Malësorët, si nuk janë racë, merditor. Si nuk janë racë, Maledion, më falë, a mund të mi gjo? Ti është mush menja, më falë, ti është mush menja që kur vërtet ka të drejt. Ti është mush menja, kur vërtet mendoj që ka drejt, ka hyja aty tash që ka fillu të vlerësu edhe celulitet e grave. Fillon me karakterin tem. Kjo gruaja s'ka celulit, kjo gruaja s'ka celulit. Ti zotri, dëgjoj. Doni me mul, po këtu mul vetëm publiku, as mul ju mu. Dëgjoj, i nderuar bullizues. Dëgjoj. Bullizues, a di çfarë më than bullizim? Po, e di shumë mirë tash për ty. Dëgjoj. Me të marr bukën e gojës, e më utall se si e ja. Dëgjoj, të them dëgjoj. Të them dëgjoj. Kuptojmë bullizimin. Të them dëgjoj. Se nuk flas vetëm për ty unë këtu. Ti? Ishte flas vetëm për ty. Pse bullizove Monikën ja morë fjalën? Ti nderuar. Ti. Pse ja morë Monikën? Mund të thuash çfarë të duash për Selinën. Selina mund të ketë 100 gjëra gabim në lojë. 125. Po që është kokra e ylit ti plasmo. Se 100. Plas që është kokra e yllit. Se për atë nuk e çfarë ti thosh. Në rregull? Normal. Plas. Kokra e yllit Selina, kokra e yllit Juela, kokra e yllit Brikena, kokra e yllit të gjithë gocat e shtëpisë. Për Juel sipas teje. Shif celulitin ta ti apo? Shif celulitin ta ti. A mund kundra Juel si ju? Sa e përmenda Juela? Kundra meje. Jo ma zatri. Ore dëgjoj. E vendosin shqiptar. Ore të kanë thënë që kur vërtet shumë fillon e nuk dëgjon.
Unë me t'i gju ty, po jam me pyeti Joelën. Po ti te kesh krenariutën 6 mumër, ta kesh për krenari dhe më gju muti. Ja, ku po ka patjetër ta kesh për krenari. Nuk ka bove. Nuk je i pastër me çatu. Kur tim ke thënë mu jam lider shtëpie, nuk ta kam besu. Dhe e deklarove nesërmen që the jena dy gjëra. Ore zotri, kam thënë një lider i atij grupit që duhet që kishte ju. S'do më një gju fare ç'a thuti. Fare. Po hallë më fort. A di sa shëtsohem unë? Domoniken. Domoniken. Se s'do ta dëgjosh ti. Du me një gjumë Monikën. Po kur ke dashur ti të dëgjosh ndonjëherë vërtetat? Du me një gjumë Monikën. Ti je figura më e shumtuar. Okej, dëgjojmë dhe banorët e tjerë. Kur ke dashur ti je në gjumë njerëz. Unë e pranoj. Dëgjojmë dhe banorët e tjerë. Pranoj. Çfarë problemi ka këtu? Para ma ti se ke ndonë me heqmu. E ka publiku shqiptar. Atëherë, Rogerti është një ISO përpara meje, janë gjëra të stërdëgjuara, janë bullizime nga më të ndryshmet. Arsyeja pse ndoshta ndonjëherë kam dëshirë t'ja vazhdoj komentimin e gjës që bën Rogerti, nuk është arsyeja pse mua nuk është arsyeja pse mua më prek, po është arsyeja sepse Rogerti ka tiparet e një narcisti delirant, bullizues, diskriminues dhe çdo karakteristikë negative që mund ta përfaqëson atë si njeri. Dhe jo më larg se sot e dhoma gjumit pasi dha atë koment që mua nuk më prek në mënyrë absolute, unë nuk kam komplekse me veten time. I kam thënë, Roger, tu brenda nuk je në shtëpinë që të shikojmë vetëm ne, je në shtëpinë që të shikoni gjithë publiku, që sikundër u gjykova unë për një gabim, i radhës dhe nga dita 1 në këtë shtëpi është edhe Rogerti, që do thotë në botën jashtë një njeri bullizues si Rogerti përpara një vajze që ndoshta nuk mund të jetë shumë e fortë psikologjikisht, duke ju drejtuar në këtë mënyrë, kemi dëgjuar histori se si kanë përfunduar historitë e bullizimit, që nuk dhe gjithmonë jam njeri i Zotit, do gaboj prap, por ama ti je një femen që vetëm manipulon publikun edhe për të marrë famë. Juela, çfarë mendimi ke ti për këtë koment, Juela? Atëherë, Ledion, shiko, unë ja kam thënë gjithmonë Rogertit që provokimet e tia e te i kalojnë e te projnë nga një herë. Kjo provokim ajo është ofendim, oj motër. Atëherë, provokimi ky ka thënë një koment. Në rregull që për shembull mua nuk më ka pëlqyer, por nuk do të thotë që edhe Selini në këtë rast e ka një këtë provokim. Më fal, po fjalët që Selin ka drejtuar gjithmonë mua. Dhe nuk jam diskutuar. E di qa, o Juela, e di cili është problemi në këtë rast. Pra, juve thoni që Rogerti... Unë nuk jam dakord me komentin që Rogerti të preke një femër në këtë lloj forme. Unë nuk jam dakord. Jo, po lëre më se unë jam tut, unë jam tut të mbroj veten time në rreth parë. Ajo vajzë kur ka pasur mundësi të Juela, e ka u gjitha forma. 2 sekonda. Dhe unë i tani për sot Selin, në këtë lloj, për femër, jo, avash, e thusha do fjala avash. Unë nuk jam dakord, unë më shumë do të them, nuk jam dakord me provokimin që i bëri, por Selin është po ajo lojtare që i ka zhvarrit të gjitha provokimet që ky i ka bërë në të gjitha format. Themi Juela, çai bëri Selin? Çai bëri Selin? Jo, në këtë rast. Ka provokimi i bëri Selin. Në këtë rast. I ka zvarritur thotë provokim. Këtë femrat kanë celulit. Para një herë është të qara një herë në fali sekundë. Pra më vot me shkup, me hek celulit. Ologeta, ta mbaroj. Ja, një sekundë, ta mbaroj pak Monika, po. Unë besoj që provokimi dhe komenti Rogertit nuk ishte as pak i drejt dhe për mendimin tim edhe i tepruar, por kjo e ka thënë gjithmonë që loja këtij është të prek pikat më të dobta. Okej, Monika, unë mendoj që celuliti Selinit ose celuliti Juelës. Monika, mendoj që justifikimi që do të nxjerrë Juela për Rogertin për mua është kot. Është sa për të dhënë syve. Ta mbaroj të lutem. Një sekondë. Juela, të dëgjuam deri në fund, të dëgjojmë dhe opinionin. Atëherë ke drejt me më thon mua për këtë. Maj që ndrim për Dibrand se sta kam një zonin, pramin e kalum çka ka thënë kjo për Dibrand. Patjetër kanë fol paqen lidhje me shtëpinë, mos u bë merak. A mund ta mbarojmë se jeni në rregull. Sepse ke thënë pa lidhje, atëherë pranoj. Jeni shumë se ke fol pa lidhje. O Rogert, nuk e vendos ti se kur flet dhe kur nuk flet Monika. Nëse s'do të dëgjosh, mbylli veshët, bër gishtat në vesh dhe mos dëgjo. A ka mundësi tani? Monika. Unë mendoj që duke ardhur drejt fundit, juve duhet të flisni më ngadalë dhe që edhe njerëzit ju dëgjojnë sepse do shkoni dhe drejt votimeve. Se njerëzit nuk
votojnë, as për mua, as për Arbrin do votojnë për ju. Kështu që merreni pak me qetësi dhe na dëgjoni se edhe atë që ju a themi ne, nuk ju a themi kot. Unë e them nga ana ime, Arbri e thot nga ana vet, ju pastaj bëheni vet analizën. Unë dua të them dy gjëra. Rogerti që kur ka hyrë në shtëpi, ka gjetur mënyrën për të hyrë në shtëpi duke fyer dhe duke bullizuar të tjerat. Ka bërë mirë, a ka bërë keq? Këtë e vendos publiku. Për mua është shumë e gabuar, sepse unë nuk do dëshiroja kur që qoftë në rolin e Selinës, qoftë në rolin e Juelës, qoftë në rolin e Brikenës apo kujto tjetër, që Rogerti ka gjetur atë mënyrë për t'i bullizuar, për të qenë në lojë apo në qendër të vëmendjes, është shumë e gabuar sepse jeta vazhdon. Ja ta mbaroj Rogert. Jeta vazhdon edhe mbasi të mbaroj Big Brother. Vim në anën tjetër. Në anën tjetër, çfarë gjen Rogerti? Rogerti gjuan nën brez. Pra çfarë do të thotë gjuash në brez? Gjen gjëra të cilat mund të jenë pika të dobta apo vulnerabel për secilin banor shtëpisë duke qenë që ka hyrë jashtë, po themi, më vonë se të tjerat. Është normale? Është e pamoralshme. Mora, po për këtë shokët e... Si? Për këto shokët, kena i menim? Për këtë shokët. Shokët e... Miri s'është fare aty o vlla. S'është miri aty. Ajo, mirë e ke, mirë e ke. Është mirë aty. Mirë e ke. Është shumë mirë aty. Nuk është komedistë. Tani unë kam një gjë tjetër. Sa ja ta mbaroj, kam një gjë tjetër. Çfarë bën Rogerti? Rogerti e ka kuptuar. Rogerti ta mbaroi. Rogerti e ka kuptuar që Selina është merr vëmendje. Ashtu si deri dje gjithë njerëzit godisnin Miri se merrin vëmendje, tani është Selin dhe gjithë godasin Selinën për të marrë vëmendje. Dhe Rogerti e ka kthyer si një tango brenda shtëpisë për vete dhe për Selinën dhe gjen çdo gjë. Ai mund të gjejë mënyra të tjera për të bërë debatin me Selinën. Por duke bullizuar Selinën dhe duke përmendur gjëra të cilat prekin jo vetëm Selinën, por prekin gjithë gratë dhe vajzat shqiptare, unë mendoj që është përsëri shumë e gabuar. Është shumë e gabuar pse? Sepse Rogerti ka grua në shtëpi, ka mama, ka kushurira, siç jemi dhe gjithë ne tjerët. Dhe duhet mendoj që çdo fjalë që thot për çdo vajzë atje, duhet ta mendoj dhe ke vetja vet. Edhe pse sot ka vesh xhaketë të bardhë, edhe pse sot ka veshur xhaketë të verdhë, pra do t'ju përshtatet ngjyrave, përsëri eleganca e tij ikon valla bëhet zero. E di çfarë më bën përshtypje. Unë më bën përshtypje që sa herë ka një situatë të tillë që lidhet me Rogertin, Juela nuk ka më mendim. Domethënë, si mund të arri Robi të humbi mendimin? Nuk ka mendim. Po e kapë që e dënoj... Jo më në gjënë që dënimi është ai. E quajti provokim, e quajti diçka krejtë normale. Po e di çfarë do thotë thjesht kundra diçka e njeriu nuk flet vetëm me fjalë, flet me vepra. Sa herë bie situata... Jo, unë e tani njeriu O Juela, nuk është Selin më keq se O Juela, nuk është Selin më mirë se ty. As ti më mirë se Selin. Një lloj jeni. Por ka një këndvështrim. Po, si kam gjë Monika që gjithmonë kjo Selin bullizuese pas ka qenë gjithmonë përballë Rogertit dhe Juelës. I keni bërë një Po edhe ti ngacmohesh vetë Selina. O Selin, edhe ti vetë shkon në Rogertin vërdall. Pra edhe ti e provokon Rogertin. Domethënë që të mos shkojmë në atë unazën e vazhdueshme që se ajo tha kështu, se unë atëherë i thash kështu, se pastaj... Po jo Ledion, unë e thash mendimin tim, unë thash që është shumë e gabuar. Ta respektojnë Arbrin mendimin. Jo më zotri, unë nuk po flas. Nuk po flas. Mos ta sulmoj. Se po më dukesh tani që ke marrë edhe rolin e sekserit të Juelës. Të lutem. Me Juelën unë kam komunikim të vet, ti edhe kur është ai situatë që ka të bëjë me Juelën, ti e të veshi e gacmon kështu që ta mësosh. Të dëgjoj pak Mateo. Kjo tregon më shumë pa aftësinë tënde në fakt. Mateo. Doja të bëje krahasim të shpejtë për respektin që ka Rogerti ndaj femrave, ku para pak orësh kur po debatonte Brikena me Juelën, ishte edhe Selini në Rom, Rogerti e shton tallonat dhe rrinte me mbatje në mes të treja gocave, dhe kur unë ja vura duke, na hyri në stul Juela, dhe unë i thash Juelës, nëse ti vajzë e dashur, nuk prekesh thash, por ka vajza të tjerë që brenda që preken. Rogerti tha, se kam problem, tha, i e shprap, i uli prap pantallonat,
Dhe Juela vazhdon të bënte luftën e Rogertit. Jo, ti ke dhenjur disa herë në Na këtë pak përgjigje. Ti si argumenton Si ka mundësi që mund po ma akuzon njëri? Si ka mundësi që mund po ma akuzon njëri? Si ka mundësi që ti mbroni njëri që ul pantallonat dhe vjen me bokse mes tre femrave? Ju duke bë debat, ky rinde bënte xhiro me brek. Edhe ti mbroje. Edhe kur ky tha, unë e bëj prapë, jo që prapë pantallonat, jemi e përballë. Kundër meje. Miri, kundër meje. Ky është argumenti jot atje. Miri, muhabet e boksesh. E kupton ti? Ti sa herë keni të bokse? Juela ja dhash fjalën Mirit, Miri. Keni shumë herë. Nivelin e bisedës. Po jo të më përshish në kohë. Vajza. Ju lutem. Juela, një sekond. Miri. Që kam këtu. Ta le hapësirën